Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, shumë të dashura vajza e gra dhe ju pak burra që jeni sot në mesin ton, zoti kryetar dhe nuk po shoh të tjerë, përveç mediave aty prapa. Bashkëudhëtare në këtë rrugtim jashtëzakonisht vendimtar për Kosovën tonë të dashur. Ditë pas dite, po ecim bashk me ju, po ecim krah për krah, takim pas takimi, lagje pas lagje, komun pas komune, dhe se cila prej nesh të vendosura, më shumë se kur më parë, sa edhe të qarta në qëllimin ton të vetëm, që t'i afrojmë qytetarët tanë sa më shumë me njëri tjetrin, t'i dëgjojmë, t'i kuptojmë, t'i përfaqësojmë, dhe po ashtu t'i bashkojmë rreth shtëpisë politike që i ka prirë proceseve shtetformuese, proceseve demokratike dhe kapitujve më të rëndësishëm të historisë së vendit tonë. T'i bashkojmë jo vetëm rreth listës sonë, jo thjesht për t'u bërë më shumë, por mbi të gjitha për ta bërë Kosovën më të fortë. T'i bashkojmë rreth një vizioni më të qartë për të ardhmen, me synimin që së bashku ta ndërtojmë një Kosovë që e meritojnë të gjitha vajzat dhe gratë, të gjithë djemt e burrat, të gjithë qytetarët tanë të barabartë, që e meritojnë fëmijët dhe të rinjt tanë dhe për të cilën kanë ndruar dhe kanë sakrifikuar shumë breza para nesh, përfshirë shumë e shumë gra para nesh. Kur shiqojmë librat e historisë sonë, shohim se si dominojnë fotografi dhe pamje me flamuj nga beteja, nga kuvende burrash, kur janë marrë vendime të mëdha. Por pas secilit prej këtyre momenteve, ka qenë një forcë e cila kur nuk ka kërkuar lavdi për veten. Ka qenë gruaja shqiptare. Ajo që ruajti identitetin ton kombëtar kur koha e sfidoi. Ajo që e mbajti familjen bashk kur kombi ynë kalonte kohët më të errta në historinë e vet. Ajo që edukoi breza të tërë me besimin se drita e dijes është më e fortë se çdo kapitull errësire. Gratë aktiviste që ngritën zërin edhe kur ju rrezikohej jeta. Gratë të cilat sakrifikuan edhe jetën për lirinë, për pavarësinë dhe demokracinë tonë. Në shtëpitë tona, në shkollat tona, në institucionet tona, në çdo etapë të rrugtimit dhe shtetformimit të Republikës sonë, ka qenë gjithmonë një dorë gruaje që ka ngritur, që ka ndërtuar, që ka shëruar, që ka udhëhequr, e mbi të gjitha që ka frymëzuar. Andaj sot kur flasim për rolin që duhet ta kenë gratë në shoqërinë tonë, realisht flasim për një rol që e kanë pasur gjithmonë. Thjesht kontributi nuk ju është njohur. Vetëm se tani ne punojmë bashk, gjithnjë më shumë, që ai rol të shihet, ai rol të dëgjohet, ai rol të dokumentohet dhe të fuqizohet. Të dashura deputete të ardhshme të Kuvendit të Republikës, Lidhja Demokratike ka qenë gjithmonë më shumë se sa një parti politike. Ka qenë lëvizje vlerave demokratike, e shtet ndërtimit dhe besimit se çdo qytetar duhet ta ketë vendin e vet në vendimarrje. Brenda këtij vizioni, gruaja kur nuk duhet shihet si thjesht një pjesëmarrëse dytësore, por si forcë domosdoshme e zhvillimit, e ndryshimit dhe e progresit shoqëror. Prandaj edhe kjo parti ka qenë gjithmonë e para që ka promovuar përfaqësimin e grave në jetën publike, në institucionet e vendit dhe në strukturat drejtuese. Ne kemi besuar dhe vazhdojmë të besojmë se demokracia është gjithnjë më e fortë kur zëri i grave dëgjohet. E sot kur shiqojmë në radhët tona, shohim gra të zonja, profesioniste, aktiviste, juriste, sipërmarrëse, mësuese, mjeke, studiuese, të gjitha profesionet të cilat çdo ditë japin kontribut të çmuar për komunitetet e tyre dhe për gjithë Kosovën. Gratë Kosovës e gra nga mërgata jonë e jashtëzakonshme, dhe kjo është pasuria jonë më e madhe. Kjo e bën listën tonë të pamposhtur. Të pamposhtur sepse kjo është dëshmia se kur grave u japet hapësira e merituar, ato jo vetëm që arrin sukses për veten, por e bëjnë më të mirën për gjithë shoqërinë tonë. Për puna jonë
nuk përfundon asnjëherë këtu. Ende ka vajza e gra që përballen me pabarazi në arsim e në punësim. Ende ka gra që përballen me probleme në avansimin profesional. Ende ka gra që përballen me sfida sociale e ekonomike që rëndojnë më së shumti mbi to. Ende ka gra që duhet ta durojnë dhunën mbi baza gjinore. Prandaj angazhimi ynë duhet të rritet, që ta ndërprejmë këtë diskriminim edhe në punë, edhe në rrugë, edhe në shtëpi, edhe në institucione. Prandaj kauza për ta mbështetur njëra tjetrën, për ta ngritur njëra tjetrën, për t'i hapur rrugë njëra tjetrës dhe për të mos lënë asnjë grua që të ecë e vetme në këtë rrugtim përballë sfidave të jetës, është një nga ato kauza që shkon shumë për te nesh. Është një nga ato kauza që është shumë më e madhe se sa vetvetja jonë. Sepse në fund të fundit, ajo që ka vërtet rëndësi, është se ajo se sa vajza frymëzojmë që të besojnë tek vetja e tyre. Sa gra ndihmojmë që të ngriten kur ato rrëzohen. Sa zëra bëjmë bashk që të dëgjohen shumë më fort. E kur gratë bëhen bashk, jo për vetën e tyre, por për njëra tjetrën, për familjet e tyre, për shoqërinë tonë dhe për të ardhmen e vendit tonë, atëherë ajo nuk është thjesht një përpjekje individuale. Ajo bëhet solidaritet në veprim, forcë në organizim dhe ndryshim i domosdoshëm në shoqëri. Sepse kur mbështetet gruaja, përparon familja, forcohet shoqëria dhe zhvillohet shteti. Prandaj, të dashura gra dhe vajza, ju që jeni pjesë e listës, ju që na mbështesni çdo ditë e çdo natë me punë e me përkushtim, ju që na dëgjoni nga shtëpitë tuaja, ju ftoj që së bashku ta vazhdojmë këtë rrugtim. Ta forcojmë demokracinë tonë, ta ndërtojmë Kosovën tonë, Kosovën që e meritojnë fëmijët tonë. Një Kosovë më të drejtë, më të zhvilluar dhe më të barabartë për të gjithë. Sot ne nuk po i prezantojmë thjesht një listë me kandidate për deputete, po prezantojmë histori suksesin në secilën prej tyre. Po prezantojmë guxim të jashtëzakonshëm në secilën prej tyre. Po prezantojmë një përkushtim maksimal në secilën prej tyre. Po prezantojmë fytyrën e së ardhmës, e cila po troket në derën e Kosovës, sepse nuk mund të ndërtojmë politika të mira pa zërin e grave. Nuk mund të marrim vendime të drejta pa përvojën e grave. Nuk mund të ndërtojmë shtet të fortë pa udhëheqjen e grave. Prandaj ne vërtet besojmë në fuqizimin e grave në çdo nivel, në legjislativ, në ekzekutiv, në pushtetin qendrore atë lokal, në diplomaci, në drejtësi, në ekonomi dhe në çdo profesion e në çdo pore të shtetit. Edhe në sektorin e energjisë, aty ku merren vendime që përcaktojnë zhvillimin, por edhe sigurinë e vendit tonë. Në luftën kundër papunësisë dhe në krijimin e vendeve të reja të punës, në hartimin e politikave që zvoglojnë pabarazit dhe krijojnë mundësi të barabarta për të gjithë, në mbrojtjen e drejtave të atyre që ende përballen me padrejtësi dhe u mohohen mundësitë që meritojnë, ndërtimin e infrastrukturës moderne dhe në udhëheqjen e projekteve të mëdha investive që e çojnë vendin përpara, në shkencë, në inovacion, në arsim, në kërkim shkencor, në gazetari dhe media, në sipërmarrje dhe industri, në kulturë e në sport, në secilin profesion, në çdo institucion dhe në çdo tavolinë ku merren vendime për të ardhmen e vendit. Sepse vendi ynë ka nevojë jo vetëm për gra që janë pjesë e vendimarrjes. Vendi ynë ka nevojë për gra që e udhëheqin vendimarrjen. E po aq e rëndësishme sot është edhe një betejë tjetër me cilën po duhet të përballemi secila prej nesh, përfshi edhe kandidatet tona për deputete. Është sfida e mbrojtjes së të vërtetës. Në një kohë kur propaganda, shpifja dhe dezinformimi përpiqen që ta helmojnë debatin publik, që të njollosin çdo grua të ndershme të kësaj shoqërie, çdo grua që punon për këtë shtet. Atëherë ne kemi përgjegjësinë më të lartë morale e kombëtare që të qëndrojmë bashkë, të solidarizohemi me njëra tjetrën dhe mos lejojmë kurrë që zëri i grave të heshtet nga sulmet, nga linqimet apo nga padrejtësisë.
Prandaj të jemi të palëkundura në mbrojtjen e dinjitetit të çdo gruaje dhe të çdo vajze. Të vendosura që ta sfidojmë secilën gënjeshtër që publikohet dhe ta sfidojmë atë gënjeshtër vetëm me të vërtetën. Dhe ta sfidojmë propagandën vetëm me integritet. Duke mbrojtur të vërtetën, ne nuk mbrojmë thjesht një individ apo një subjekt politik. Ne mbrojmë dinjitetin e grave, besimin e qytetarëve dhe të ardhmen euroatlantike e demokratike të Kosovës. E për fund, dua t'ju marr veç edhe pak kohë që t'i drejtohem vajzave të reja. Të dashura vajza, mos prisni kurrë që dikush t'ju jap vendin që ju takon. Merreni atë vetë, merreni me dije, merreni atë me punë, me shumë punë, merreni atë me integritet, merreni atë mbi të gjitha me guxim. Mos lejoni asnjëherë në jetën tuaj që një burr t'ju thotë se ju s'duhet të keni ambicie. Sepse një burr që thot se një grua nuk duhet të ketë ambicie, ai veç burr nuk është. Veç burr nuk është. Prandaj, mos lejoni askënd t'ju bind se ëndrat tuaja janë shumë të mëdha. Sepse çdo arritje e madhe ka filluar si një ëndër e vogël që dikush pati guximin ta besoj. Dhe pikrisht këtu qëndron fuqia jonë. Ne jemi këtu jo sepse rruga ka qenë e lehtë, por sepse kurrë nuk jemi dorëzuar. Prandaj jetë e qartë, askush nuk mund ta ndalë një popull që ecën përpara me fuqinë e grave të tij. Ju faleminderit.